Jo, kush je? Erja më, që ta kom në Okut, ku ishëm bashkë aty, kur erdha, ure pak zëvlizoj. Kemi qenë burg bashkë ape pa fytyrë? Për zotin më bëja me shumiti, më ke ndihmuar shumë ty, ma. Nuk i maj më ndihmuar atun, se unë bëj me djaftë mos ta shikoja majta. Kur erdha aty edhe që ishëm të Edhe dhoma. besoj se do ta kem thënë këtë gjë kur jemi takuar. Jo Llane, ishëm të dhoma bashkëne që edhe të dhoma jo dhe lartun. Theti hajde lartë sa zgjova nga gjumi ty. Një sekond. Po. Kur erdheve te burgu, ç'a ishte gjë e parë që bëra për kur erdheve te burgu? Ore, u sa erdha ti më ishe në gjumë ku erdha lartun. Edhe pyeta oficerët, thanë, ka shqiptar tu? Po, tha, është njerit, mos e zgjot tani dhe është në gjumë. Tha, kush është ashtu? Është djalë, pash foton tënde unë, ja kam thënë të tjerëve këtu me komente, atë foto që dalë, foto keq fare shumë me do flokë, ma mend. E kam para atë aty që është ky njeri këtu dhe shuna. Edhe i rash derës unë, u zgjove ti. A të zora telefonin, momentin që të pash që ishe shqiptar, fash urvo telefonin, fol me familjen? Po, jo, ke thënë këteti. Në theti, 1 sekonda prit. Ape derë më takuam nga je, nga sje, theti kemi, se nga Berati jam, që se eri nga Berati, edhe theti kam papin, kam shok të ngusht. Të kujtoj tani. Pastaj më thema ke folur me shpinë, jo thash, nëse isha që qenë izolim unë, një javë, edhe pas dola nga izolimi, më pronotym, më ndorova objektin, godinë. E më the mua ti urdho këtë theti, e nxorë aty dhe fol me shpinë theti, ma mend, pasi bere një çaj, pim çaj bashk, jo dhe e mjalt, të thash una ore prisë. Pastaj erdhi ai shoku jot, ai që bëhet ti stërvitje çdo mbasdite.